Ore, po festut në gjë për ditën e verës. Po prasë. Me thënë drejt, unë se kisha me qef të dilja të festoja hiq ti, pse pas kishte shumë që dikja kishte 8 marsin, kishte festën. Valla, Edhe jam nesht me dhurata me gjera dhe ishim shkundur qik me thënë drejt. Vetëm festa, Allah. Koçana ropne. Edhe thash unë ti të heqi dushun se m'gjes, ko me djellë këshu. Po tamam. Sa gjvesha unë, u bera gati për të u futur në dush, qiko unë kështë e i guj. Po normale e vërë, se që... Sa edhe u i ikën dritat, ja pa thash unë ti fus në i gjepër ngrenu, thash unë. Vajta hapa frikoj fejnë unë, hoqja këpucët, hoqja shapkat, hoqja qorapet, kërkok shumë, mo kishtë në gjepër ngrenë lesht. Në frigoriferi mangë do? Po se mo kemi gjithë tjetë qatë fusi frikoj fejnë, në poshtë e ne? Pak se kur vinë mikë, mos të shikojnë shapkat e këpucët aty në deraj, fusi frikoj fejnë. Dhe mos prishën në E në festa rrimë, po si? Kështë blek pusëreja. Ja i thash dike sun dike. Hajde t'ja bajtaj në i balokume ande nga kësa baja ty, thashun. Pas ke pat lek, ha? Po ale hapa atë se pethen unë që i thonë asaj. Ka? Atë që më aparate, arti kursim. Thë kasafortën, apo? Kukuman. Kukuman, se s'po më rrgjete. Se kisha kopa e pare, se ku ka kukumaja leka. Në studitat e emri. Ja mora një dy kërka gjula dhe me i manga aty një 3 buba shfala. Buba shfaba. Që u nga ato furtarë. Po qëtoj e do? Po ja shita një nga këta që gjumë për peshke, ja shita 5.000 lekë, se është një këtu në Tiranë që i do ato. Atë i mbarshton aty të tarke kursimit. Ja dhe dola unë aty, ja ishte njeri që shiste balokume originale Elbasani aty. Originale? Originale Elbasani. I thashur, doa 2.000 lekë shimë, thash na beja 2 balokume a qunë. Nuk shesim balokume të hap me bab, thaj. Si të hap me, E po kishte 5.000 lekë balokume ne. A, nuk ishet me qapa. Nuk ishe shumë me qapa, në tha me të hap me, tha. I thash 5.000 lekë i balokume. Qa dhua, Po ka plas lufta në Iran, s'ke marrë gjesh veshë që gjatë thaj. Po, ka drejt. Thash po pse plas lufta në Iran edhe ti ngre ballokumen këtu? Se mos e shkrit edhe në ballokume thaj. E shkrit dhe çmimi i qeskës plas mazë që i shtjellave, që i shtjell ballokumet. Po çalla fote? Nga lufta në Iran. Ja, i thash me kemi pleq me 2.000 lekë na jep një të paktën. Pa një vdallaj mos e shikonin tjetër se do kërkonin edhe tjetër, ma dha si po. E po mirë, të paktën. Ja dhe i thash dikës unë hajt dal me xhiro, dale një tha dika. Po nej verores do ma blesh moti? Verore? Do ta blej thash. Po, do ta blej thash. Ja, thash dikës unë hajt dal me xhiro dhe vajtëm shikonim si hana kulloret. Po si. Si të shikonim. Shfaqe ishte kjo. Dhe, vajtëm ne ande, shikonim si hana kulloret. Dikës i pëlqenin nga këto me strata qel, edhe që nga këto me ka ush që të mathi. I hes 3-4 kupa, e që rrjetha i lea ngu këshu nga në vëtavë. I shifte dike këto, po t'isha shifit. U shifte nga këto thjeshtat, këto me jogurt. Me kos, me krim. Ja mbasi ndajmë, shikuam neve, shiko dike, shiko dike, po u dende me u velëm. Se thash do nga plas në i diabete, kemi par shumë. A dhe thash dike së unikim, ku t'ikim dha dike? Ore, ja bleve atë qaj ka verore? Dha dike mo, ku t'ikim dha po verore, dha arrove? A dhe thash unë dollë, neve ishte njeri që kishte verore aty. Originali Po loj verore shë, originali edhe ija. I thash unë, mbej verore për diken mua. Sa lek e këtë të verore një, thash unë 3.000 lekë, thaj. 3.000 lekë i top spango, i thash unë e? Jo, janë shumë copa spango të. Ka plas lufta një Iran, thaj, s'ke marrë veshti, është rrit metri spangos, dhe çmimi metrit spangos. Sa kishte shku spango? Po ku t'i gje unë, kush të regone? Dhe i thash unë gjare. Do marrë shte që ka këshu spango të bardhet kuqe ti? Hiqja këtë kuqe, në thashu në e vetë në bardhët me gjysë shmimit pak, se peqeri e sapi i thash. Po pra, se së shte e lyra. Po ti për vetë, thaj, me qa njyre do, nuk dua unë e jepi dikes i thash. Varja dikes. E moret pak dhe. E mora dikes unë, i thash, hadja dike, thash dhe me këto qmime, me këtë luft një rani, thash unë, nuk vestojmë do ditë vereneve. Po i ka ndej nga jo temi, thash unë, edhe shiko shalë besha ndeti. Ma falë, pse quhet verore vetëm me ngjyrë, duhet të ketë shumë ngjyra tani. Ore, kështu thoshte edhe ai që ishte, mos e merr me ngjyrë, tha se nuk ta merr ta ndryshja, po për mua tha s'ka problem. Nuk orientohet mirë me ngjyrë. Merr se merr ta ndryshja thash unë, i thash dikës unë e merr të keqen e merr. E çove na ema pastaj. Uro? E çove na ema. E po na mor telefon than hajde është gjysha pa qef. I thash unë shikoj dhe gjyshen festohet ditën e verës andaj i thash unë, mohana e koqe vet, sa është i tradit që vën lulën e përparmakut të dritares, zjejnë vezë, edhe urojnë njëri tjetrin.
Gëzuar ditën e verës. I bën nga tëra me goma, me zjarre, me gjëra tëra Ka traditë shumë të madhe ata. Po mirë. Po si e festojnë vit për vit. Hajde gëzuar atëre, çfarë? Gëzuar ditën e verës. E busja për zotje qof viti mbar inshallah. Hajde paçim kështu grur të vit. Grure, po grure se do bëhet keq për mjedh me luftën në Iran. Po vallahi. Kur po rritet metri Spangos, imagjino çfarë do bëhet me grurin. Lëre apo. Mos e të dëgjojnë ta dhe rrisin bukën nesër. Mire ke, hika unë, hajde gëzuar ditën e verës. Shku me gjyshes të grus. Hajde. Të shkuara gjyshes dikës. Faleminderit, po se jo, e ka gjyshin kështu danoç ajo e mana i bën izmet. Se ka dhe gjyshin Po si po gjyshi thoshte hillu i thoshte gjyshi, hodh gjyshi dhe shikun të thamës. Çfarë fose? Tuar nese. I kishte thënë vjera aty gjyshi, domethënë e me gjyshes dikës i kishte thënë aty dhëndër kujdes. Edhe jo me gjyshes. Po, çfarë fose? Ja të mbajtur se ushqem bio ata aty në fshatje. Po, an mirande. Po, i ka unë. Natën, gjatë. Kalojmë me një nga këto profesorët ta zbusim çik.